Njerëzit sot ruhen në mas të madhe, mos po i kap kamera dikun. Ruhen në mas të madhe si do duke në ngjarje të caktuara para njerëzve. Zbukurohen, hieshohen. Fjalët i zbukurojnë. Pamjen e zbukurojnë. Duken e hieshojnë. Mundohen që njerëzit me i pa mirë edhe të marrin sa ma shumë pëlqime. Sot marrja e pëlqimeve nga njerëzve është bën nga nyjet kryesore që e ngarkon njeriu në jetën e kësaj bote. A i pëlqen njerëzve fjalimi jam, a i pëlqen njerëzve pamja jam, a i pëlqen njerëzve postimi jam, a ju pëlqen komenti jam, pëlqime të vazhdueshme. Apo ndjekës sa ma shumë. Ndërsa a i pëlqej Allahut vepra jam, Allahu xhallahu ala a ka pëlqy fjalën tonë, krijuesi i gjithësisë, ai që ka jetën në dorën tonë, madje edhe për shtypet e njerëzve ai ka në dorë. Me dashtë Allahu xhallahu ala i bën njerëz me dashtë, e me dashtë Allah i bën njerëz mos me dashtë. Ai që e ka qelsin e çdo gjëje në dorën e tij, e ai ku është ai në këtë dertë, në këtë brengë? Fatkeqësisht sot tek shumë njerëz nuk është pjesë e kalkulimeve. Nuk është pjesë e dertë e brengës. Më rëndësi është që njerëz me pëlqy. Më rëndësi është që në punë me pëlqy. Njerëzit se po duk na mirë. Më rëndësi që më jap dikush një lavdat. Ç'ka më rëndësi? E Allahu çka thot? E pastaj me Allahun ja bojna kallaj. E po që kjo është tregu se besimi nuk është funksional. Se me Allahun nuk është kallaj. Po Allah është i mëshirshëm, Allah është i butë, Allah është falës. Mirë për nëse shpërfillet edhe nënçmohet dhe përbuzet prezenca e tij, shikimi i tij, dëgjimi i tij, dënimi i tij është i dhimbshëm. Dënimi i tij është i dhimbshëm. Andaj besimtari të punë i merr seriozisht. Dhe jo me tallje, jo me hajgare, jo me një lëvizje dore se ja bëj çarën kësaj pune. Çdo gjë i bëhet çare, ama dënimi i Allahut nuk i bëhet çare. Dhe besimtari ka dert këtë punë. E madhën Allahun te barekuhu teala. Shkoni sot njerëz që flasin, çka bojnë, si sillen, gjitha këto tregojnë për mungesë të madhënimit dhe të respektit të Allahut që e gëzon në zemrat e njerëzve të këtij. Ndajtë ndërruar vëllezër, madhënimi i Allahut xhallahu te më madhe. Është projekt madhor në jetën e besimtarit që e ushqen vazhdimisht zemrën me këtë madhënim. Mirë, po në përmbledhje të kësaj, një musliman duhet në vazhdimsi ta ushqen zemrën e tij me këtë madhënim përmes njohjes së Allahut xhallahu ala. Sa më shumë e njeh Allahun, më shumë e madhnon.